Është një dua që unë kam shumë për zemër të drejtën, dua për risk. Është një dua shumë e bukur, ka shumë dua për risk. Çfarë do lloj duaje të bësh për zemrën tënde, ti kërkosh Zotit risk halal. Allah azza wa jall ka më dhënë. Është një dua që thot, inshallah sot do flasim për disa shkaqe ose disa sebepe si të na shtohet pasuria. Janë disa shkaqe ose sebepe që i ka bëj madhi Zot Xhelle Xhelalu me na ushtu pasuria. Nuk ka diskutim që riskun Zoti ja ka caktuar secilit një njeri që në barkun e nanës. Akoma parë me këtë dynja, Allahu Subhanahu Xhelle Xhelalu ja shkruan që në barkun e nanës njeriut se sa do jetoj, a do jeti lumtur e i palumtur dhe se sa risk do të ketë. Allah azza wa jall ka garantuar, thotë: "Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha", dhe çdo gjallës e ka riskun të Allahu Subhanahu Xhelle Xhelalu. Nuk ka diskutim. Po kjo nuk do të thotë që njeriu mos t'i marrë sebepet. Njeriu do t'i marrë sebepet që ta marrë riskun e Allahut Subhanahu Xhelle Xhelalu. Trish gjithë ditën ul, edhe gjithë ditën shtri, nuk ka, duhet punosh. Prandaj Zoti na ka bërë me këtë dynja që të jemi në lëvizje. Na ka dhënë logjikën, na ka dhënë durët, gjymtyrët e ndryshme që ne të jemi në lëvizje, që të lëvizim në këtë tokë edhe të kërkojmë riskun tonë ku na ka caktuar Allahu Subhanahu Xhelle Xhelalu. Ashtu siç i ka bërë dhe kafshët që non stop janë në lëvizje, që kërkojnë në riskun e vetë, se t'ishte ashtu më parsore dhe ishte për kafshët i vi risku ke goje se sa njeriut. Sepse kafsha ka tru, po s'ka logjik. Kurse njeriu ka trune dhe ka logjikën, që do t'i shfrytëzoj të dyja. Pra, njeriu do t'i marrë ato shkaqet edhe sebepet që t'na shtohet risku, ose t'na shtohet bereqeti Allahut Subhanahu Xhelle Xhelalu. Cilat janë këto arsye ose cilat janë këto shkaqe ose sebepe që Allah azza wa jall na shtoi riskun. E para që Allah azza wa jall ka përmend këtë në Kur'an, siç thotë i Madhi Zot në ajetin kuranor: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Allah azza wa jall thotë, dhe kush i ka frikë Allahun, frika ndaj Zotit ta shton riskun. Sepse Allah azza wa jall thotë: "Wa man yattaqillaha", dhe kush e ka frikë Allahun azza wa jall, yaj'al lahu makhraja. Frika ndaj Zotit jo vetëm që t'jep risk, po e para që e ka përmend Allah azza wa jall, yaj'al lahu makhraja, do të thonë për çdo vështirësi që ti ke me këtë dynja, për çdo breng që ti ke me dynja, në këtë dynja, frika ndaj Zotit bën që ti hapi ato dyrët, ti hapi dyrët e mirësisë, të bereqetit e të riskut. E çdo problem që ti ke, inshallah Allah azza wa jall ti zgjidhet. Dhe thot Allah azza wa jall: "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib", dhe Zoti furnizon ka sta pret mendja. Do të thonë, nëse njeriu është besimtari, është për atyre njerëzve që e ka frikë Allahun Subhanahu Xhelle Xhelalu, e ka frikë Allahun, si e kuptojmë ne frikën ndaj Zotit? Frika ndaj Zotit është mos bësh atë që Zoti ka ndalu. Kjo është frika ndaj Zotit. Mos bësh atë që Zoti ka ndalu dhe të mundohesh sa më shumë bësh atë që Zoti ka urdhëruar. Kjo është frika ndaj Zotit Madh Xhelle Xhelalu. Yattaqi, do të thonë takwa vjen nga devotshmëri. Është një thënie e Aliut radiallahu anhu që e ka përkufizuar faktikisht tek vatin ose devotshmërinë, që ta lidhi me këtë ajet kuranor, që ka thënë tek vati devotshmëria është të besosh Allahun Subhanahu Xhelle Xhelalu, punosh me librin e Allahut Subhanahu Azza wa Jall, do të thonë punosh me fjalën e Zotit, punosh me Kur'anin, të jetosh me Kur'anin, dhe çka të bësh tjetër? Dhe thot, si mas transmetimit, thot, të kënaqesh me pak, do të thonë kënaqesh me atë që të ka dhënë i Madhi Zot. Mos lakmate që se ke. Lakmia është të çon në smundje. Sepse njeriu kur lakmon atë që se ka, të smund. Lakmia, do të thonë, kur i kalon ato kufit, është si kangrenë e cila të han për ditë dhe nuk fiton diçka.
Dhe prandaj ka thënë Aliu radiallahu anhu, ka thënë dhe të kënaqesh me pak, do të thonë kënaqesh me pak, kënaqesh me atë që të ka dhënë Allahu subhanahu xhelle xhelalu, dhe të vazhdosh punosh normal. Dhe thot gjithashtu thot dhe të përgatitesh për një udhtim të gjatë. Përgatitja për një udhtim të gjatë është për përgatitja për një dynja tjetër. Do të punosh, të jetosh me këtë dynja dhe të furnizohesh me punë të hajrit, me punë të mira për dynjan tjetër. Kështu e ka përkufizu Aliu radiallahu anhu tek vatin ose frikën dhe devotshmërinë ose frikën dhe Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Pra, e para nëse don me të shtu risku yt, me të shtu bereqeti yt është me pas frikë Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Është një për shembull frikë ndaj Zotit edhe ta lesh një punë e cila është haram për hir të Zotit. E lej këtë punë, e di që do fitoj shumë me këtë haram. Mi po e lej për hir të Zotit. Dije se Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka garantuar riskun më të mirë. Pse? Është i thënia profetit alayhi salatu wa salam, i cili thot men taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minh. Kush e lën diçka për hir të Zotit, e lën një punë për hir të Allahut, e lej sepse Zoti nuk është i kënaqur me këtë punë që unë të bëj. Ka premtu profeti alayhi salatu wa salam dhe premtimi profetit alayhi salatu wa salam është premtimi i Allahut. Ka thënë Allah azza wa jall ka më zëvendësuar me diçka edhe më të mirë. Do të thonë kjo këtu na jep edhe një aspekt të asaj frikës. Do të thonë ti e lë një punë haram që është për hir të Zotit, sepse Allah azza wa jall nuk është i kënaqur, ti je i sigurt, ti je i bindur që Zoti ka më ta zëvendësuar me diçka që është edhe më mirë dhe diçka që është më hajri dhe me diçka që është më halal dhe ka më të furnizuar ka sta pret mendja ty. Do të thonë kjo është shkaku parë ose sebebi i parë i shtimit të riskut ose bereqetit. E dyta është tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah do të thotë me mbështet Zotit madh. Ti mbështetesh Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Është një transmetim i cili thotë sallallahu alaihi wasallam wallahi law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khisaman wa taruh bitanan. Që do të thotë është betu në Allahun subhanahu xhelle xhelalu. Ka thënë pasha Zotin, nëse ju do të ishin mbështet Allahut, mbështetje të vërtet, mbështetje të sinqertë dhe të vërtet, me bindjen e plot, ju kam thënë edhe e përsëris shumë herë dhe me miliona herë dhe nuk do lodhem me përsërit. Gjithmonë në fen ton, dinin ton, njeriu do t'i nënshtrohet Allahut azza wa jall me shpirtin edhe me zemrën e vet. Kur i nënshtrohesh Allahut me shpirt edhe me zemër, do të vinë ato rezultatet edhe do të vinë ato çka ti ke kërkuar faktikisht. Kur ne i mbështetemi veç me fjalë, veç me fjalë nuk do kesh rezultat dhe nuk do ketë efekt. Prandaj këtu e ka përmend thot haqqa tawakkuli me të vërtetë dhe me sinqeritet. Mbështetesh sinqerisht Allahu azza wa jall. Nëse ne kemi këtë mbështetje në Zot, atëherë çka ndodhen thot la razaqakum, Allah azza wa jall do t'ju furnizoj juve ashtu siç e furnizon zogun shpendet, thot del me gushën bosh dhe kthehet ndark me gushën plot. Do të thonë del pa ushqim prej kosherës vet dhe vjen ndark me gushën plot. Do të thonë pse? E ka krahasuar me zogun këtu, ka krahasuar me shpendet. Se shpendet e njohin Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Kafshët përgjithësi i mbështeten Allahut azza wa jall dhe kafshës dhe çdo gjallës i bën tasbih Allahut azza wa jall. Është përmend Kur'anin Kerim, wa ma min thot Allahu subhanahu jalla jalalu sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. I bën tasbih Allahut azza wa jall çka ka qielli dhe çka ka toka. Kështu që nëse ne si njerëz do ishim mbështetjet sinqert Allahut azza wa jall, valla do na vi risku Allahut xhelle xhelalu ka sta pret mendja. Prandaj është e pëlqyeshme për shembull ne kur dalim prej shtëpie. Kur dalim prej shtëpie, ke obligimet e tuaja, punët e tuaja. Momenti që ti del prej shtëpie, edhe thu duan, edhe thu bismillah, me emrin e Zotit. Tawakkaltu ala Allah. Bismillah, unë mbështet do të thonë me emrin e Zotit. Tawakkaltu ala Allah. Jam mbështet Allahut azza wa jall. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dhe nuk ka forca as lëvizje, nuk ka fuqi përveç fuqisë Allahut subhanahu xhelle xhelalu. A dini çka ndodh? Do të mbrohesh. Do të japi Zoti xhelle xhelalu mbrojtjen e tij dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka më dhënë atë çka ti ke dëshiruar faktikisht.
Me lejen e Allahut Azza wa Jall, pse ti ke dalë me emrin e Zotit, me bismillah ke dalë për shtëpisë tënde. Kjo ishte e dyta. Shkaku i dytë që Zoti i Madh Xhel Xhelalut na japi risk, edhe të na shtoj riskun faktikisht. Ktu e kemi fjalën për shtimin e riskut. E treta, e para kush ishte? T'ja përsëris edhe një herë. E para ishte devotshmëria, frika ndaj Zotit. E dyta, mbështetja në Allah. E treta, të punosh. Që thon dietarët meshi, lëvizja. Nuk mjafton që vetëm unë e kam frikë Zotit, jam mbështet Zotit, po çka duhet bësh? E para të kesh frikë Zotit, të mbështetesh Zotit, edhe të kërkosh punë, vazhdosh të lëvizësh, të hecesh me këtë tokë. Allahu subhanahu xhalla xhelalu na urdhnon në Kur'an çka thot? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Hecni në tokë, lëviz në tokë. Ne nuk jemi pemë që ka zonë rronjë edhe s'u lëvizim. Allah azza wa jalla thot famshu. Interesant është fakti se subhanallah, po të shikosh në Kur'an, kur Zoti flet për këtë dynja, lëvizjen dhe kërkimin e riskut me këtë dynja, ka thënë hecni. Famshu vjen nga gjuha arabe, është që do të thotë meshi me hec. A kur flet i Madhi Zot Xhel Xhelalu për atë dynjan tjetër, na tregon mënyrën se si me hec. Jo të hecësh, po të vraposh, thot Allahu për atë dynjan tjetër. Me këtë dynja hec, për dynjan tjetër vrapo. Fefirru ila Allah. Fefirru ila Allah. Çka do të thotë? Fefirru shpejt. Vraponi drejt Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Kur Allah azza wa jall kur na thot dhe tregohet për ditën e xumë, dhe kur të rasi koha e namazit të xumës, çka thot Allah azza wa jall? Fas'au ila dhikrillah. Fas'au ila dhikrillah vjen nga sa'i. Sa'i do të thot me shpejtu me hec. Sa'i do të thot me shpejtu me hec. Dhe thot Allah azza wa jall, mbasi e keni mbaru obligimin, dhikrin, ibadetin Allahut azza wa jall, dhikrin, ibadet i garen për atë dynja. Dhe ka thënë Allah azza wa jall, fantashiru fil ard. Atëre përhapuni në tokë dhe hecni, kërkoni riskun Allahut. Pra, njeriu, siç thot Allah azza wa jall, duhet kërkoj dhe të hecit, kërkoj punë. Jo të rish gjithë ditën edhe s'ka punë. Të rish gjithë ditën s'u ngjej punë. Ki frikë Allahun, mbështetju Allahut, dil për shtëpia me emrin Allahut dhe kërkon, merri sebebet dhe inshallah me lejen Allahut subhanahu xhalla xhelalu ka me gjetë punën. Ama të rish gjithë ditën, s'ka, ajo s'ka, kur themin e s'ka, të kap skamja. Duhet kërkosh riskun Allahut, duhet të kërkosh punë, se Zoti secili ti ka thënë ka një aftësi. Nuk ka njerëz që nuk ka aftësi. Nuk është patjetër sepse ka shumë njerëz të cilët thonë valla, unë jam diplomu, po s'mund gjej punë atë diplomën unë që kam. Po tani nëse unë nuk gjej punë atë diplomë me atë drejtim që jam diplomu, mund të kërkoj punë tjetër. Kjo s'do thotë unë tritani pa punë se s'unë gjej punë me këtë drejtim që jam diplomu. Po duhet kërkosh punë tjetër, kërko, sepse Allah azza wa jall inshallah ka me ta dhënë riskun Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Valla ka pas raste të tilla plot që ndoshta janë diplomu për diçka dhe ka punën diçka tjetër dhe kanë sukses në diçka tjetër. Një diplomë ka, ama punon diçka tjetër dhe ka sukses. Kryesorja është që njeriu muslimani duhet punoj. Muslimani duhet ta kërkojë riskun e vet. Muslimani duhet të jetë i pari në çdo gjë. Muslimani duhet të jetë i pari në teknologji, muslimani duhet të jetë i pari nga gjitha aspektet e jetës. Se ne jemi një umet i leximit. Nuk jemi një umet i prapambetjes. Sepse Allahu subhanahu xhalla xhelalu ajetet e para i ka zbrit në tokë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Allahut, i cili ka kriju, i cili ka kriju gjithçka. Ne jemi umet i leximit, nuk jemi umet i prapambetjes. Do të thonë që njeriu sa më shumë të lexojë, aq më shumë ka me përparu dhe aq më shumë ka me mësu me lejen Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Pra e treta kush ishte? Kërko punë. Hec në tokën e Allahut, punoje tokën. Subhanallah, është një hadith shumë interesant i profetit alayhi salatu wasalam. Ne po shikojmë sot, përpara se ta them hadithin, ne po shikojmë sot që shumica e tokave që janë toka pjellore nuk punohen. Shumica e tokave që i shikojmë me sytë tonë,
nuk po punohen. Ai fshatit vjen e blen speca në qytet. Po qyteti nuk prodhon speca. Speca do t'i prodhoj fshati. Pse? Sepse nuk punohet toka. Dhe profeti alayhis salam thot një hadith, thot nëse ti nuk e punon tokën, jepja vllaut tënd ta punoj tokën. Nëse ti nuk ke mundësi me punu, jepja dikujt tjetër ta punoj, ta shfrytëzoj. Domethënë që ti na inkurajon profeti alayhis salam që të punohet toka dhe më të rrit toka djerë. E mos flasë pastaj shembull plot. E katërta, nëse don me të ushtu, risku është sadakaja, që kemi përmend shumë herë ligjërata ndryshme. Sadakaja do të thotë dhënia e lëmoshës. T'japësh lëmosh, a ke as ke, jep. Sa ke mundësi jep. Edhe i pasuri duhet t'japi, po edhe i varfëri duhet t'japi. Më thonë, bëj thirrje këtu në ato që të cilët janë të varfër. Ato të cilët kanë më pak. Zoti ka premtuar në përgjithësi që ai që jep sadaka ka më ushtu. La tanqusul mal min as-sadaqa, thot profeti alayhi salatu wasalam, nuk paksohet pasuria prej sadakas. E pesta namazi. Nëse don me të shtu risku, fal namaz. Kjo është një prej të mirave të shumta të namazit, prej fryteve të shumta, se namazi ka shumë fryte, unë jam të tregu vetëm një. Namazi ka shumë fryte. Prej fryteve të shumta të namazit është që Zoti furnizon. Është ajeti kuranor që thot Allah azza wa jalla wa'mur ahlaka bis-salah. Urdhërojen familjen tënde me namaz. Nëse ti falesh, edhe antarët e tjerë të familjes nuk falen, urdhëroj me namaz. Ne jam e vetëdijshme se nëse fëmin e ke 20, 25, 30, 40 vjeçar, ti nuk mund t'i fuzesh me zor. Po e ke për detyrë me i këshillu, e ke për detyrë me ja kujtu, me ja përkujtu namazin. Allah azza wa jall nuk është mjaftu vetëm ti falë namazin dhe tjetë antarët e familjes dhe të bëjnë çka dojnë. Po thot wa'mur ahlaka bis-salah. Urdhëroje familjen tënde me namaz, wastabir alejha, dhe bëj sabër. Bëj sabër, dhe bëj durim. La nas'aluka rizqa, nuk ju kërkojmë juve rizq. Po thot Allah azza wa jall në fund të ajetit, nahnu narzuquk. Ne ju japim rizqën. Do të thënë falë namazin që të kesh rizq me lejen e Allahut subhana jalla jalal. Kjo ishte pesta. E gjashta kush është? Martesa. Martesa është sebeb që të furnizohesh. Martesa është sebeb që Zoti t'japi rizq. Subhanallahu, gjithë ato që thonë që s'kemi mundësi me u martu se s'kemi të ardhura financiare. Jo. Zoti ka premtuar diçka tjetër në Kur'an. Allahu subhanahu jalla jalalu thon Kur'anin Kerim, wankihu al-ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Allah azza wa jalla thot martojeni. Le të martohen me tefsirin, me komendin e ajetit. Martojeni dhe të martohen ato të cilët janë pa martuar. Që është me interesante, fund të ajetit kuranor, thot, i jekunu fukara. E nëse ti e ke dertin që jam fukara, valla, shumë të martohem, se gruja ka shpenzime, do t'i blej këtë, do t'i blej atë, varet, pastaj traditat e çdo vendi. Dikush kërkon shumë, dikush kërkon më pak. Dikush don shumë flori, dikush nuk don. Dhe ky ajet kuranor është në përgjithësi për krejt. Thot Allah azza wa jall, i jekunu, Allahu të ka garantuar, nuk po të them unë. Allahu po të ka garantuar në Kur'an. I garanton gjithë ato që duan të martohen dhe nuk e marrin në hapin e martesës se nuk kemi. Jo, martohu që të kesh rizq. Thot Allahu subhana jalla jalalu, i jekunu fukara, nëse janë fukarenj, çka thot? Yughnihumullahu min fadlih. Zoti ka me i furnizuar për mirësisë së tij. Pra, prej sebepeve shkaqeve që ta shtoj Zoti rizkun është martesa. Martesa është shkak, sebep që ta shton Allahu subhana jalla jalalu rizkun. Më dhe mos kenë frikë njerëzit të cilët thot, du ta martoj, po jam të e çu dhe 2-3 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë, sa ti bëj, jo, mëse që sa më shumë e leni ma gjatë, aq më keq është.
Nëse njeriu vërtet e ka këtë bindje që Zoti më ka premtuar në Kur'an, Allahu po të premton në Kur'an dhe premtimi i Zotit është hak. Le të martohen, ndoshta s'ke me i pagu të gjitha, ama le martohen, do të vijë risku Allahut, valla ka sta pret mendja. Ka rastet atilla, për shembull, që kemi dëgjuar thotë, nuk e di se si e kanë bërë këtë dasmën e djalit, s'kam pas. Se nuk i kisha kushtet me i bë, nuk i kisha rendet me i bë, ama o bë, nuk e di. Ama nuk e din se Allah Azza wa Jalla ka furnizuar, sepse martesa është shkak i furnizimit. Tani, kjo ishte e 6. E 7, shkak i 7 i furnizimit, por kjo s'do të thotë tash mos ta marrim në për keq këtë 7 është kur divorcohen dy persona. Kur ndodh divorci, dhe divorci është halali më i urrym të Allahu subhanahu xhela xhelalish, më që nuk ka zgjidhje më tjetër përveç se divorcit. Dhe ka shumë njerëz të cilët, për shembull, sidomos nga ana e femrave, nga ana e grave, të cilët ndoshta e shikojnë veten pak më dobët, ndoshta e shikojnë veten pak më një pozitë më delikate. Me po Allah Azza wa Jalla Jalalu ka thënë gjithë ato që divorcohen, dhe kjo nuk është inkurajim o divorcuar, mos e kish kuptoni as ajetin kuranor dhe mos na kish kuptoni ne. Po nëse ndodh dhe thash divorci është gjëja më e rrymë te Allahu. Divorci është zgjidhja për një smundje që s'ka më ilaç përveç se divorcit. E thot Allahu subhanahu Jalla Jalalu, thot për divorcin në këtë rast, thot yughni Allahu kila min, do të thot Allah Azza wa Jalla do t'i furnizoj të dy. Nëse ndodh divorci, Allah subhanahu Jalla Jalalu secilit ka më dhënë risk. Pse? Subhanallah, mos kujtoj as burri dhe as gruaja, që unë riskun e kam pas te burri dhe burri ka pas riskun tonë. Ai që të furnizon është Allahu subhanahu Jalla Jalalu. Nëse jeni divorcu, nuk është fundi i dynjas, vazhdon jeta, s'ka pas muhabet, s'ka pas sukses në atë martes, kjo s'do të thotë që unë dorëzohem dhe unë mbarova. Mos ka jetë për mua, po jo, Allah Azza wa Jalla ka garantuar thotë risku nuk e ke njeriu. U divorcove, ama risku nuk e ke njeriu, riskun e ke te unë, dhe unë kam të mbrojtë, dhe unë kam të furnizuar thotë Allahu subhanahu Jalla Jalalu. E 8 dhe e fundit, ka dhe ndoshta dhe shkaqe tjera, po unë i kam përmbledhur në 8 pika, është duaja. Bësh dua, ti lutesh Allahut subhanahu Jalla Jalalu. Ti lutesh i madhit Zot që Zoti i madh furnizoj me risk, t'japi riskun halal. T'japi Allah Azza wa Jall riskun halal. Është një dua që unë kam shumë për zemër, të drejtën. Dua për risk. Është një dua shumë e bukur, ka shumë dua për risk. Çka do lloj duaje të bësh për zemrës tënde, ti kërkosh Zotit risk halal. Allah Azza wa Jall ka më dhënë. Është një dua që thot Allahumma in kana rizqi fi as-sama fa anzil. O Zot, nëse është risku im në qiell, zbrite. Allahumma in kana rizqi fil ard fa akhrij. O Zot, nëse risku im është në tokë, nxirre. Allahumma in kana rizqi ba'idan fa qarribhu li. O Zot, nëse risku im është larg, afroje. Allahumma in kana rizqi qariban fa yassirhu li. O Zot, nëse risku im është afër, lehtësoje që të vite unë. Allahumma in kana rizqi qalilan fakaththirhu li. O Zot, nëse risku im është pak, mashto. Allahumma in kana rizqi kathiran fabarik li fi. O Zot, nëse është risku im shumë, më bereqet ai risk. Do të kemi mënyra të ndryshme, dua të ndryshme, me u lut Allahut subhanahu Jalla Jalalu që Zoti na furnizoj riskun halal, riskun e bukur, risk të cilët e marrim për vete, për familjen tonë, edhe atë risk, ma atë risk që Zotit na japi, po t'jemi sebeb edhe mi ndihmu tjerit, Allahu Ta'ala alam. Subhanallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa